Vaj ulliri e ësëll, çfarë shkakton për diabetin, zemrën dhe kapslëkun? Mjeku jep lajmin e papritur. Një lugë vaj ulliri e ësëll çdo mëngjes zgjon shëndetin në organizëm, i dhuron trupit të energji ndërsa forcon imunitetin dhe mbi të gjitha edhe mirëqenien tuaj shëndetësore. Është padyshim një nga dhuratat mrekullueshme të natyrës dhe kjo është gjithashtu receta në kombinim me vajin e ullirit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. E pasur me vlera të larta kuruese, vaji i ullirit mbetet mbreti i shëndetit të mirë dhe kuzhinës së shijshme. Sipas studimeve të siguruara së fundmi, konsumi një lugë gjelle vaji ulliri i ësëll në mëngjes do të ofrojë benefite të qëndrueshme për organizmin e fuqishëm për gjatë gjithë ditës. Studime të shumta kanë treguar se njerëzit të cilët konsumojnë rregullisht vajin e ullirit janë më pak të prirur që të vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë këtu tensionin e lartë të gjakut, atakun kardiak dhe nivelin e lartë të sheqerit në gjak. Vlerat ushqyese brenda një luge të vetme me vaj ulliri janë vërtet të larmishme. Një lugë gjelle vaj ulliri e shtuar në dietën tuaj do të ofrojë element të mirë ushqyes për mbrojtjen e organizmit, si ato të cilat mund të ndryshojnë përfitimet tuaja për shëndetin e përgjithshëm. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij çdo ditë do ju lejojë të merrni përfitime spektakolare për shëndetin. Ekspertët e cilësojnë vajin e ullirit si një prej vajrave më të rëndësishëm të cilën duhet ta keni me do e mos në dietën tuaj ditore. Kështu ndikimet e tyre në shëndet do të jenë vërtet mbreslënse. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni të paktën një lugë gjelle vaj ulliri në dietën tuaj. Vaji i ullirit është një element fuqiplot për shëndetin tuaj të lëkurës dhe mund të mbajë larg problematikat e saj. Vaji i ullirit është përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen, rrudhjen e intjen dhe ngadalëson gjithashtu shfaqjen e problematikave të tyre. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj ditore mund të jetë një mburojë shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj. Ai mund të ngadalësojë shfaqjen bakteriale të lëkurës, të cilat me kalimin e kohës mund të krijojnë gjithashtu më shumë probleme me rrullat. Vaji i ullirit në dietën tuaj mund t'ju ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt të trupit. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vajin e ullirit, ka një efekt pozitiv në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi një lugë gjelle vaj ulliri në përditshmërinë e dietave tuaja do të luajë një rol parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë gjithashtu grumbullimin e pllakave brenda qelizave tuaja të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vaj ulliri në dietën e tyre kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin e kockave. Vaji i ullirit i ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga problemet e artritit reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përmbajtjet të cilat gjenden te vaji i ullirit dhe mund të mbrojnë gjithashtu shëndetin tuaj në mënyra të ndryshme. Ekspertët e Healthline e cilësojnë vajin e ullirit si një prej përzgjedhjeve më të mira të shëndetit tuaj. Përmbajtjet që gjenden kryesisht te vaji i ullirit përmirësojnë shëndetin e kyçeve dhe lehtësojnë dhimbjet e tyre. Vetëm siguroni ta përdorni atë si duhet dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë gjithashtu fitimprurse për shëndetin e kockave. Vaji i ullirit do të zvogëlojë edhe inflamacionet. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe me ushqime të tjera të pasura me yndyrna omega 3 do të zvogëlojë inflamacionin në trup. Nga ana tjetër, ato ndihmojnë në parandalimin dhe shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës duke përmirësuar kështu edhe shëndetin e saj.
Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë edhe në shëndetin tuaj të zorrëve. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në stomakun tuaj mund të shkaktojnë edhe probleme të ulçrave, ndërsa shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në këtë aspekt. Vetëm 30 ml vaj ulliri mund të jetë gjithashtu një përfitim i mirë për shëndetin, kundër këtyre bakterieve dëmtuese të cilat mund të rëndojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Vaji i ullirit është përdorur që në kohët e lashta për qëllime të ndryshme mjekësore. Ulontimet e mëparshme kanë treguar se ajo zvogëlon riskun e zhvillimit të problemeve të zorrës së trashë, sëmundjeve të mëlçisë, inflamacioneve kronike, astmës, diabetit dhe problemeve të kolesterolit të lartë. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit ekstra të pastër në dietat tuaja ditore do të luajë një rol vendimtar për shëndetin dhe do të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Ndaj, nëse doni që këto përfitime të jenë të menjëhershme dhe të plota për organizmin, shtoni vajin e ullirit në dietat tuaja. Vaju i ullirit është një produkt fantastik për personat të cilët vuajnë nga konstipacioni. Vaji do të stimulojë enzimat tretëse dhe do të funksionojë më mirë për sistemin tuaj tretës. Nëse keni kryesisht probleme me kapslëkun, në mëngjes mund të konsumoni një lugë gjedhe vaj ulliri. Kështu përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse dhe konsumi i vajit të ullirit me stomakun bosh, i përzier me një lugë çaji me lëng limoni, mund të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë në aspektin tuaj tretës dhe të ndihmojë kundër problemeve që shkakton konstipacioni. Vaji i ullirit është një nga elementët fuqiplot për sistemin tuaj tretës, duke mbajtur larg problemet që i kanosen. Vaji do të stimulojë gjithashtu edhe prodhimin e qelizave, enzima të tilla të cilat do të rregullojnë kështu sistemin tuaj tretës. Marrja e vajit të ullirit me stomakun bosh mund të parandalojë fryrjet, konstipacionet dhe problemet të cilat e rëndojnë më shumë atë. Ekspertët e Healthline shtojnë se shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për sistemin tuaj tretës në lehtësimin e komplikacioneve të saj dhe nxitjen e një përmirësimi të mirë të zorrës. Vaji i ullirit i shtuar vazhdimisht në dietat tuaja ditore mund të parandalojë gjithashtu edhe nivelin e lartë të kolesterolit në trup. Studimet kanë treguar se nëse në përditshmërinë tuaj shtoni vajin e ullirit, atëherë përgatituni të merrni përfitimet e tij unike, sidomos kundër niveleve të larta të kolesterolit në trup. Vaji i ullirit është veçanërisht efektiv te njerëzit që vuajnë nga një stomak i ndjeshëm, sidomos nëse konsumohet esëll në mëngjeset tuaja. Vaji i ullirit mund të lehtësojë problemet kronike. Nëse vuani nga artriti, sigurohuni që të merrni vazhdimisht vajin e ullirit me stomakun bosh. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të zvogëluar inflamacionet dhe për të përmirësuar shëndetin tuaj kundër problemeve kronike. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj mund të nxjisë gjithashtu që të keni edhe një peshë më të shëndetshme. Vaji i ullirit është një nga burimet kryesore të acideve yndyrore të pangopura dhe ulontimet kanë treguar se konsumi i tij në dietën tuaj ditore në mënyrë të rregullt do të përmirësojë oreksin. Marrja e vajit të ullirit në mëngjes me stomakun bosh do të reduktojë gjithashtu edhe sheqernat që të krijojnë komplikacione, duke i ofruar kështu shëndetit tuaj një përzgjedhje fantastike me fitime të larta në këto aspekte. Nëse vuan nga fryrja e barkut pas ngrënies, ose keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni këtë truk. Të pini një lugë gjedhe vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat e tij të shumta do të mbrojnë qelizat dhe do të përmirësojnë funksionet e sistemit tuaj imunitar. Ushqyerja juaj do të trajtohet më mirë dhe gjithashtu do të nxisni të keni një organizëm më të shëndetshëm. Konsumojeni vajin e ullirit në përditshmërinë e dietave tuaja, gjithmonë brenda rekomandimeve të duhura ditore për të evituar kështu komplikacione dhe rëndesa të shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.